Vjen nërkimi drejt zonës me kokë goditja, shkon në rrjet, shokohet stadiumi, Gjoxhi Kyçyku me Tajon me kokë që Tajo Abidun, goli dytë sezonal. Di që lexohet mirë nga Zenullari, Nasër, Tajo. Vallzon me tre kundërshtarëve Tajo. Musa për Zenullarin. Tajo. Nuk e ullë si që duhet. Raza. Vjen Tajo për të përfituar dhe ja del mban, më pas Raza e mban nga prapa. Bakar, Janashi provon portën, Ali Muçaj jo i sigurt me pas Çuçka, edhe një Ali Muçaj dhe vjen goli nga Tajo Abidun, minuta e 40. Me Tajon, me portën e Boshatisë për Tajon në krahun tjetër. Për Tajon, 1-1 me kapitenin e Ilirisë, topi në qendër më pas mundësia, i duhet vetëm një shans. Minuta e 9. Sepse u sakrifikua për të bërë lëvizje boshe në krahun e djathtë, për t'i dhënë për të tërhequr një me një bonus pas golit të shënuar nga Alisson. Shohim tashmë këtë sulm dhe arrin të dyfishoj me njëherë Kuksi në vetëm 20 sekonda. Tajo la me Larit për tek Tajo Razak, arrin të dalë fitues ndaj kundërshtarit, hyn në zonë pasimi dhe më pas kjo goditje. E shohim edhe njërë tjetër. Topi gjatë për tek e jep arriti të fitonte kohën Tajo Razak ndaj Santi Çullit. Hyn në zonë pasimi për tek Alisson. Zenullari me të majtën e tij arkon topin në zonë, goditje dhe gol është Tajo që shënon